Po, çka është Parkinsoni? Fillimisht ta sqarojmë për shikues në mënyrë që ta trajtojmë pastaj edhe si temë. Njëtë sikur sëmundja Alzheimerit, lidhet sepse të dyja janë sëmundja neurodegenerative. Edhe procesi etiopatogeneza e sëmundjeve neurodegenerative është shumë e ngjashme, mos them në disa faza edhe e njëjtë. Është edhe njëjtë sëmundja në mes të demencës edhe në këtë rast sëmundjes Alzheimerit. Ka sëmundje tjera neurodegenerative janë shumë më të rralla, po ne po flasim për këto që janë më të shpeshta. Sakt. Kjo është arsyeja pse këto dyja lidhen në mes veti. Po sëmundja Parkinsonit, derisa sëmundja demenca karakterizohet, sheja kryesore është harresa, dhe sëmundja Parkinsonit sheja kryesore është dridhja. Dridhja, lëvizjet e pakontrolluara të gjymtyrëve të pacientit. Një person me demencë ka predispozit më shumë me pas me Parkinson, apo një person me Parkinson ka predispozit më shumë me pas demencë? Këto nuk e di. Këta nuk e din. Që i kam të dyat, kemi raste shpesh, po cilën e ngre nuk ka ndonjë shkencë. Unë kam pas raste që pacientët fillimisht kanë filluar më trajtu për një demencë, edhe më vonë është shfaqet Parkinsoni ose edhe kundërta. Kam raste ashtu, nuk kam lexuar një studim i cili jep përparësi asaj ose kësaj.